Thoshi Abdulselam ibn Bergjiz rahimahullah. Këtu ka një çështje që duhet të tërhiqet vëmendja ndaj saj. E ajo është se një grup prej dietarëve të selefit kanë thënë domethënë disa thënie. Prej atyre thënieve që kanë thënë selefat janë domethënë ne kërkonim dijen për dunja. Domethënë ka thënë disa prej selefit, janë thënie të selefit këto. Ne e kërkonim dijen për dunja, por ajo na tërhoqi drejt ahiretit. Është një prej thënieve. Thënia e dytë është e kërkuam këtë çështje dijen pa pasur niyet. Pastaj niyeti erdhi ma vonë. Dhe thënia e fundit është kush e kërkon dijen për dikë tjetër veç Allahut, ajo nuk do ta lërë derisa ta çojë tek Allahu. Sheikh Abdulselam ibn Bergjiz rahimullah thot se si shpjegohen këto thënie të selefit dhe ridwanullahi alejhim. Këtu i ka shpjeguar Imam al-Dhahabi rahimullah. I ka shpjeguar domethënë me një shpjegim të dobishëm, me një shpjegim domethënë të dobishëm. Dhe thot Imam al-Dhahabi rahimullah në vazhdim, po ndoshta në fillim domethënë kur ka filluar njeriu me kërku dije, ajo që ka shty me kërku dije ka qenë domethënë dashuria ndaj dijes dhe me e largu ignorancën dhe po ashtu edhe dashuria për me u punësu, e të ngjashme. Dhe nuk e ka ditur domethënë në kërkimin e dijes në fillim nuk e ka ditur se e ka obligim për kushtimin dhe sinqeritetin ndaj Allahut subhanahu wa taala në kërkimin e dijes. Nuk e ka ditur. Po ka kërku dije domethënë ka pas domethënë dëshirë, ka pas vullnet për dije, edhe punësim po ashtu. Dhe sene të ngjashme. Dhe nuk e ka ditë domethënë se sinqeriteti në kërkimin e dijes është obligim. Atëherë, thot Imam al-Dhahabi rahimullah, kur e ka mësuar një gjë e tillë, kur e ka kuptuar se e ka për detyrë me qenë i sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala, ai e ka marrë veten e tij në llogari. Shikoni domethënë si kanë qenë selefat ridwanullahi alejhim. Masi që e ka kuptuar se duhet me qenë i sinqert, e ka marrë veten në llogari me syrin e vet kritikës, jo me syrin e mëshirës, po me qenë domethënë me kritik, me pa domethënë njeriu veten e tij domethënë jo me syrin e mëshirës, po me syrin domethënë e kritikës. E ka marrë veten në llogari dhe i është friksuar pasojave të saj. Do të thënë kur e ka kuptuar domethënë se ka obligim sinqeritetin ndaj Allahut subhanahu wa taala në kërkimin e dijes dhe kur e ka bërë vet llogarin, ka filluar të friksohet domethënë prej pasojave që nëse vazhdon pa me qenë sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala, i vin domethënë këto pengesa dhe këto ngatresa dhe këto dështime dhe domethënë dëmtime. Atëherë domethënë këtu thot Imam al-Dhahabi rahimahullah, i ka ardhur ose ka filluar domethënë që niyeti i tij me qenë i pastër për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ndodh që dikush edhe të pendohet me kalimin e kohës domethënë prej niyetit të prishur edhe vazhdon pastaj domethënë të qenë duke qenë domethënë i sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala.